Skuadra Qegranit, klubi futbollit Arsimi në Veles, mundi Borecin me rezultatin 4-2 dhe kështu vazhdon garën për kualifikim në elitën e futbollit vendor. Autor të golave për fitoren 4-2 ishin Alban Taipi 2 gola, Boban Georgiev dhe Subi Mustafa nga 1 gol. Arsimi në ndeshjen e parafundit të kampionatit e zhvillon në stadiumin e qytetit në Gostivar me Makedonia Gjorgje Petrov me fitore dhe matematikisht do të asiguronte kualifikimin në ligën e parë. Bashkimi Kumanovës arriti të shënon fitore 2-1 kundër Kozhufit në Xhevxheli, por epilogu i kësaj ndeshje ka vënë dyshim organet e FFM-s, të cilët kanë dalë me komunikat ku postjerash thuhet: Federata e futbollit të Maqedonisë FFM e ndoqi ndeshjen midis KF Kozhufit dhe KF Bashkimit nga Liga e dytë e Ligës së Kampionëve me zhgënim dhe pakënaqësi të thellë. Skenat që të gjithë pam në fush dhe sjellja e individëve janë një fyerje drejt për drejt ndaj futbollit, ndaj lojës së ndershme dhe ndaj të gjithë atyre që marrin pjesë në sport me qëllime të ndershme. Ndërkaq ka reaguar dhe klubi futbollit Bashkimi, të cilët e demantojnë dyshimin e FFM-s, ku në mes tjerash thuhet: deri këtu kemi arritur vetëm në mënyrë sportive. Ngjarja e sotme në Xhevxheli, ku ngrit pluhur deri më tani, duke qenë ca klubi ynë vetëm për ta ndërprerë rrugtimin ton. Klubi ynë me përgjegjësinë më të lartë informon të gjithë se si çdo ndeshje dhe kjo kundër Kozhufit ishte e pastër dhe me shumë merit fituam 3 pikë në luftën tonë për kualifikim në ligën e parë. Besojmë fort se ky sulm do të shkrihet, sepse s'ka asnjë fakt, argument apo indikacion që klubi ynë nuk ka luajtur fair play. Me shpresë për drejtësi e zbatim të ligjit, ju ftojmë të shtunën në ora 17 në derbin e javës kundër Detonitit. Rezultatet e Xhiros 28: Boreci Arsimi 2-4, Bregallnica Bellasica 1-0, Detonit Pllachkovica Ohri 3-2, Skopje Pobeda 0-0, Kozhufi Bashkimi 1-2. Osogova Novaci 2-0, Vardari Makedonia Gjorgje Petrov 0-1 dhe Vardarski Kamenica Sasa 1-4. Tabelën e kryesojnë Makedonia Gjorgje Petrov me 63 pikë, Arsimi me 61 pikë dhe Bashkimi me 60 pikë.